Në galerinë e Qendrës për Kulturë në Ulqin u zhvilluan garat e recituesve të rinj 2025, një aktivitet tradicional i Fondacionit Studenti, kushtuar nxënësve të shkollave me mësim në gjuhën shqipe në Maltëzi. Ky aktivitet, i cili organizohet nga viti 2006, këtë vit u zhvillua për herë të dytë pas fazës së parë në maj, duke përfshirë nxënës nga 8 shkolla fillore dhe 4 shkolla të mesme, nga Ulqini, Tivari, Tuzi, Plava, Gucia dhe Rozhaja. Nxënësit konkuruan në 2 kategori, shkolla fillore dhe shkolla të mesme, me një repertor të gjerë poetik, që përfshinte autor të njohur si Migjeni, Çajupi, Dritoro Agolli, Fatmir Muja, Fanoli dhe Teodor Keko. Interpretimet përfshinin edhe kolazhe poetike, poezi autoriale dhe interpretime në çift, ndërsa mbrëmja u pasurua me pjesë muzikore nga nxënësit e shkollës së arsimit fillor të muzikës dhe baletit në Ulqin. Në emër të organizatorit, kryetaria e Fondacionit Studenti Albiona Pali falenderoi pjesëmarrësit dhe bashkëpunëtorët që mbështesin këtë nismë për ruajtjen e vlerave kulturore dhe gjuhësore në mesin e të rinjve shqiptar. Nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të dashur mësues, prindër, nxënës, miq të gjuhës sonë shqipe, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Sonte është një mbrëmje shumë e veçantë, sepse jemi të bashkuar të gjithë shqiptarët e Malit të Zi në këtë natë kaq të bukur që na lidh gjuha dhe poezia jonë shqipe. Në këtë edicion të garave të recitimeve të organizuar nga Fondacioni Studenti, ne bashkojmë në një skenë të përbashkët nxënës nga të gjitha shkollat shqipe të Malit të Zi. Kjo është një fest e brezit të rinj, të cilët me shumë krenari e mbajnë gjallë gjuhën tonë. Ju, nxënës, jeni ata që sonte me zërin tuaj dhe emocionin tuaj na tregoni se gjuha shqipe mbahet shumë e fortë dhe shumë krenare për çdo ditë. Dua të falenderoj të gjithë mësuesit për punën e palodhur dhe prindrit për mbështetjen ndaj fëmijëve të tyre, po ashtu në emër të Fondacionit Studenti dua të falenderoj dhe Komunën e Ulqinit, po ashtu secilin që ka kontribuar që ky aktivitet të realizohet. Ju ftoj që ta shijojmë këtë mbrëmje dhe faleminderit shumë. Uroj suksese të gjithë pjesëmarrësve, po ashtu edhe jurisë. Juria profesionale përbër nga Astrid Fani, aktori i teatrit Migjeni, Shkodër, Rozafa Shpuza, poete dhe fotografe nga Shkodra, dhe doktori Sida Hoxha, pedagoge e gazetarisë dhe komunikimit në Universitetin e Shkodrës, Luiq Kurakuqi, vlerësoi paraqitjen e pjesëmarrësve në bazë të interpretimit, artikulimit dhe ndjeshmërisë artistike. Në rrallë parë, domethënë mund thrasin rajet, sepse unë jam quhem Astrid Fani dhe lele rrit në Shkodër, ashtu si edhe prindërit e mi, por rajet janë këtu. Janë Buzdetit, janë afër Kalas. Ne kemi ikë si Ulqinak të vjetër, në atë qytetin e vjetër, dhe Shkodra me Ulqinin, dhe sonte unë du me falenderu ata që më ftun, po jashtëzakonisht shumë du me falenderu gjithë që jeni ju pjesëmarrës, po në mënyrë të veçantë fëmijët. Jam shumë i emocionuar sepse kam dëgjuar një shqipe të pastërt, dhe kjo është merit e prindve, është merit e ulqinakëve, është merit e shqiptarëve të Malit të Zi, që majnë shqipen e pastër dhe emocionojnë pa mas këdo, dhe në pozicionin që isha sonte, po është disa fëmijë të cilët i ka përcejnë edhe shkallët e teatrit Migjeni. Sepse me interpretimin e tyre, unë po është një projekcion artistik të këto fëmijë të cilët duke punuar dhe me vullnetin e tyre, jo vetëm që mund bëhen aktor të mirë, por edhe të mesin shqiptar të mirë ashtu si që jemi gjithë. Çmimi i tretë për shkollat fillore e merr interpretuesja Shpresa Shabaj. Shabaj, fituese e vendit të tretë për shkollat fillore.
Suksese. 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 Hajde. Hajde. Suksese. Çmimi i dytë, Iser Kaca dhe Laura Pekaj. Kemi ndarjen për vendin e parë. Çmimin e parë. Po, për shkollat fillore. Për çmimin e parë kishim diskutime në juri, por diçka kishim në unison. Siç e thash pak më përpara, na kanë bërë përshtypje shumë fëmijë. Por në mënyrë të veçantë, në shkollat fillore na bani përshtypje një vajzë. E sinqert në interpretim. Me një të mërëndshme të jashtëzakonshme në interpretim. Dhe çmimin e parë e merr, du me e fillu me vajzën. Se ishin 2 vajza faktikisht, po du me e fillu me atë. Që i pëlqej juris, ju ka pëlqyer dhe ju, është Brejdina Rexha dhe Bora Kurti. Juria me shumë diskutim, se kur vjen fjala për shkollat e mesme, niveli artistik rritet, na keni vu pak në siklet edhe na keni dhënë emocione pa fund. Unë jam kënaq sante këtu mes jush. Juria mendon që çmimi i tretë të shkojnë për lahutën e Malcis Janina Selimaj. Urime. Çmimi i dytë shkon për politikani i ditëve të sotme, poezia e poetit mirënjohur, edhe 2 recituesa, Rineta edhe Qazim. Ju lumt, urime. I kam gjithë lykt, i kam. A mund ndërhy pak këtu tek kjo? Pa tjetër. Po, atëherë tek interpretimi i vendit të dytë, se ishte një pjesë me shumë detaje, na kena veçu si juri edhe mund ta duar trokasim sante, interpretimin e djalit që kishte një mimik fantastike edhe na dha emocione, se nuk ja di. Bravo! I ke dhanë krejt pjesë shumë energji. Bravo ju qoftë, urime. Vendi i parë shkon për Poçari, poezia e Dritë Ragullit, Ildorina. Urime, Ildorina. Kënaqësi pjesëmarrja sonte dhe njëkohësisht përgjegjësi e madhe sepse gjithë fëmijët ishin të talentuar. Unë i uroj edhe fëmijëve që nuk kanë marrë çmime mos të mërziten për të vazhdojnë përsëri sepse na dhurut shumë emocione. Fituesi i përgjithshëm i garave të recituesve të rinj është Anabela Camaj me poema Mjerimit Migjeni. Ka fshat që të nëmbet në fyt, edhe të zëtër shtimi ku shëftyrat zbeta e syt jeshilta, që të shikojnë si hie dhe shtrin duart e empita, e ashtu të shtrime mbrapa te e mbesin, të tonë jetën e vetë, derisa të vdesin. Mirimi e ka vullin e vetë të shumtuame, është e nëveritshme, e keqe, e turpshme, balli që e ka e sytë që e shprehin, buzët që me kotë mundohen të mshefin. Minimi s'ka fat, për ka vetëm zhele funde maje, flamuj të një shprese, të shkyme, të soptuam me të dalju mbese. Minimi tërbohet në dashurie pëshore,
në për skaj e tërta, me qej, me mi, me mica, mi pecat e myktat, lakta e të pista, ja kur i qenë trup në si zhang, dverdh e pisa, ku shuhet uja e fashitet etja. Ne pshin ka përthues ku mbytet vetvetja. Njerimi drillet si kur flaka e qiririt. Në tavan të mua me plot me rimanga, ku drillen hjete e njerëzve ndër mure plot danga, ku fosh një asmu me qanë si shpirti keq, tu ndyk gjit e shterru në të nanës të vetë. E nana e vetë prap shtat zanë, malkon zotet req, malkon fryt në e vetë, malkon barë në Iran. E fëmija nuk qesh. Fëmija vetëm lëngon. E o, Macedon, por vetëm me malkon. Mjerimi, i mëson e i pjek fëmit në hjet e shtëpive të larta. Te ato shtëpit larta nuk shkon zani i lypsit. Nuk shkon se i prishet qetësia e zotnive, aty në zotnive, që janë në shtratin e lumtunis me zonjat e tyne. Mjerimi e pjek fëmin para se të burnohet. E mëson si ti mbrohet grushti që i kërcnohet, ati grushti që e shtrëngon mirë në gjumë për fyti, kur nisin klapite etheve prej unit. E atër fëmin e mblon hije e vdekjes. E mblon ajo hije si stolje komshme në vend të buzëqeshjes. Ky frut i cili piqet dihet se ku shkon. E fëmia jashtu e në bark të leut maron. Mjerimi punon. Po, punon. Punon natë e dit, punon tu me i vju dirë sa në gjokë se në balë, punon deri sa balta i vjen dhe në gjumë. Punon deri sa zorte e unit i bahen pal. Për qindej afsh. Shpërnim që sharak. Në dit 3-4 lek edhe marsh. Mjerimi i ka faqet e ilustruame. Buzët e pezmatuame, mozat e ngjyruame. Njerëzit balë në kam të ranë të zotit e gërësuam e prifti thot, vdes a i që dëshmon jetën e lunuam. Mjerimi ka motrën ngushluese gotën, në pjetore qelpta, pra në tryezës plot zdralet në veriqme. Shpirti i etur ka me derdh gotën, me harrua 99 hale. Ama ajo gotë e turbult, gotë satanike. Gotë e cilat lillaton e pastaj të pickon si gjarpni. Të pickon e njeriu ka me rasi grunin të dana. Atëherë na i ka me qajt e me qesh në formë tragikonomike. Mjerimi s'ka gëzim, ka vetëm lima. Lima pa duruese që të bajnë të shmenesh. Lima që i kanë talon litarin e ka të menton shko fil e varu. Ose baju fli i mirë paragrafesh. Mjerimi s'don mshirë. Mjerimi don vetëm drejt. Mshirë. E bjetrëve dinak. E atyne që lypsit kanë mjellon 1 grosht vetë me të hollën shplak. Mjerimi është njoll e pa shlyeshme. Ajo njoll e cila ball njerëzve kalon në përshekuj. Ajo njoll e cila kur nuk do të mundet mu shlye prej paçavrave të mykur ndër tempuj. Mbrëmja përfundoi me ndarjen e librave dhe dhuratave simbolike për të gjithë pjesëmarrësit dhe falënderime për mësuesit, prindërit dhe komunën e Ulqinit. Atmosfera festive dhe emocionet e recitimeve bën këtë aktivitet një nga ngjarjet më të veçanta kulturore të komunitetit shqiptar në Malë të Zi.